Unë fola me babin, i thash babit që të martohet, se të gjithë kalamajt në klasë 7 e poshtë, babi tha nuk martohet. I thash, mirë i thash pra, edhe unë nuk martohem, i thash në qofse nuk vjen njeri për mu, babë më tha, unë së në gjaj një gru, se unë nuk e di i tha, të gjaj një gru, tani baba ka qenë 29 vjeç në atë kohë. E kishte një gjuhë vaj mas, nuk e di kush i kishte thënë që Flora i ka thënë Ramazanit martohet, i ka thënë babit martohet, ma thënë drejt më morina. Ishin kërkesa, i thoshin babës ku e takoshin për dasma. Unë do t'i thonë Florës, po për zotin ka vendus, nuk një gjo mu martu. Edhe më thote babë më ka thënë, shemo filanja për filanin, i thosha jo babë, jo, kam. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotshme me live-in tim ne do shkojmë në Maqedoninë e Veriut, do të lidhemi me një zonjë, me një shqiptare nga Shqipëria, por që prej 12 viteve është vendosur nga Burreli në Maqedoni dhe është martuar aty me një shtetas maqedonas. Një histori krejt ndryshe nga live-et që unë bëj çdo paradite këtu në YouTube. Historia e Florës është një histori ndoshta frymëzuese për të gjithë, me shumë sinqeritet. Sot ajo do rrëfej njohjen me bashkëshortin e saj që bën jetë të lumtur. Do hap dritaren, do e përshëndes me njëherë Florën dhe do e dëgjojmë rrëfimin e këndshëm të saj. Ju premtoj këtë gjë, është një rrëfim i këndshëm. Më erdhi vllai nga Anglia, vllai nuk ishte dakord për me ndhanë këtu. Baba e dha fjallën se ne hanë e Veriut, të më thonë ecim me kohën e Veriut, se kam babën 84 vjeç. Me jetë. Edhe jo këtu e jo aty, faleminderit shumë. Edhe ne mund ka vdek nana na ka lanë jetima, nuk kam qenë e vogël në atë kohë, kam qenë 19 vjeç, am kupto po jetime. Am kupto, kam pas një motër shumë të vogël 2 vjeçe kur më ka vdek nana, edhe me shkoj si i vishin njerëz të më kërku. Po nuk desha, nuk një gjosha me u martu. Edhe në atë ditë që ka nërë këto për me më kërku shumë, unë kam qenë të daja, ka pas daja të Lindjen, edhe kam shku të daja atë natë në Burrel, thonë jam nga fshati, kam shku të daja në Burrel, edhe kur me një vllai një shoqes time, thot Flora ku je? I thash ku jam në shtëpi, thash ku do jem. Qeshi, po mirë, tha, po as kera gjumë, ishte ore vorë. Jo, i thash. Ta këshu, tha, më ka telefonu, tha, një shok i babit, tha, edhe ka një Maqedonas, tha, në qoftë se ti do me pa, tha, është nga Maqedonia, është Maqedonas, tha, në qoftë se ti do, tha, të në pa, mirë në qoftë se s'do, tha, s'ka gjohë. E da Flora, të bëj një pyetje, sa vjeç ke qenë kur u martove me bashortin tënd? 39. Por deri në atë moshë, pse nuk ishe vendosur të martoheshe? Unë të thash në vdiq nëna. Ishim, do më thonë, unë kisha një vllai më të madh. Po? Vllai më i madh në bën një aksident. I hoqën kamën. Të tregoj unë se pse nuk një gjosha. Motrat e vëllezërit ishin të gjithë në klasë të 7 e poshtë, edhe nuk një gjosha. Nuk një gjosha, thosha, baba nuk një gjojt mu martu, ishin 8 kalamaj. Babas një gjojt i mu martu, edhe këshu nuk një gjosha, hajtë sot, hajtë nesër jo, mirë jo, keq jo, së më pëlqen edhe i për vitet. E kishe të vështirë të vendosje? E kishe të vështirë të vendosje më pastaj, mas i kalova moshën 30, do më thonë 30 vjeqë, vetëm burat martu, me kalamaj. Kam pas, kërkesa. Por pse? Edhe unë nuk isha martu, as nuk isha dashrume në herë një time, edhe s'dosha me morë burë me kalamaj. Por pse, në atë vend ku ju jetoni fatkesisht, në atë vend ku ju jetoni po kaloj vajza moshën, patjetër duhet të shkoj ta propozoj një burr që ka pasur një histori, ka qenë i martuar. Po vishin atë çështë vishin Odeta me shkojzi. Ne nuk dilshin, nuk ishin të civilizumin e ishim, po nuk dilshin, do më thonë babën e kishim, nuk doshin me dalë, do më thonë me tane gocë e filanit, shumë gocë e filanit ashtu dhe nuk kemi pas dalë. Am kupto, jo se kemi qenë ditura, po nuk dilshim, am kupto. Nuk kemi pas dalë, se ne kemi aty në katun ku jam unë, ka shkollë të mesme, ka pas gjimnas, kemi pas spital, kemi qenë komunë, të gjitha i kemi pas, në fshat ku jetojon. Vishin nga gjitha rrethinat, vishin në marrëshin shkollën e mesme dhe gjimnasin në katun ke jam rritur.
E dashur Flora, i kishit të gjitha, edhe shkollën, edhe spitalin, gjithçka keni patur, po pse kaq të mbyllur? Gjithçka, po kështu ishte koha ne jemi rrit me kohën e Enverit. Baba ashtu ishte, domethënë ishte mësuar me kohën e Enver Hoxhës, sa më kupto. Një mosha ime, domethënë që ishim, të gjitha ashtu, jo vetëm unë. Edhe aty në atë shot, edhe tani ka goca, janë 3-4 goca janë të pamartu me vajza. Janë të mëdhaja tani, ka 50, mund t'jenë edhe ka edhe 60 vjeçe, është 1-2 janë ka 60 vjeçe. E dashur Flora, e kuptoj qartë që për shkak të mentalitetit vajzat aty kanë ngelur dhe pa martuar, por asnjëherë nuk dashurove se sido që ti jetë ke kaluar adoleshencën, rinin. Asnjëherë në jetën time më ka pas dashur një çon nga një fshat. Edhe në atë kohë kisha mamin smun, e kam pas me kancer në mushkëri. Edhe shkoj te spitali se në atë kohë i merrshim kështu gjylpana morfin dhe petadini, nuk e di t'ja e ke pas një gjuke që nështë je vogël, më vogël se unë ti. Më falë që të pyes, sa vjeqje? Flora, sa vjeqje? Po sa vjeqje vjetë jesh tani bëj 53, në mars që 53 vjeç, me jetë t'jesh, po? Faleminderit. Edhe më na lut ai çuni dhe unë i hiksha, i thosha aman se kam mamin smun, por në kon duhet me shku për mi bë gjylpanën e kështu i hiksha shpesh herë. Se kishin frikë se po na shef na një dhe mi thoshin, domethënë që ajo rruga që shkoshim ishte vetëm një rrugë vogël, rrugë kamësore që kaloshin, domethënë ishin njerëzit me kështu gjallë, me vi, me lop, me dele, me kështu se atëherë erdhi demokracia, se mami më ka vdekur në 92-shin. E qartë. Në vitet e para të demokracisë. I tham, shkosha domethënë një ditë, po një ditë jo i merrshim ato gjylpanat se duhet me hedh firmën. Edhe shkosha i mesha për të boja bote motra që ishte me vogël se unë. So si basha do. Edhe më del për para, e maj mensisht tani ka qenë një kështu grup uju, hord uju si kemi pasur ne anë. Edhe më nalo aty, ishte të shef të kusht. Po të më japish fjalën tani, u s'ke për ti. I thash, unë ta jap fjalën, i thash, po fjalë nuk të jap. Po, çon një në shtëpi. I thash, po kam edhe mamin smun, thash, është ngrit ballit, unë i pres dita ditën. Tash inshallah ajo çohet, po me ratë smunjen që ka ajo nuk çohet mas. I pak në rap lukët komplet. E qartë. Por gjithsesi, e dashur Flora, me çoj në shtëpi, edhe i thash jo erdh gjyshi vet në gjithë një të babit, edhe i thash jo. Por pse? Ti vetë ja kërkove që ai të vinte në shtëpi. I thash, po ja kërkova që të vinte në shtëpi, po unë domethënë e kisha mamin aty ma. I thash jo, i thash ati, unë i thash babit, i thash cuj, që të ndahet një rrugë, mami, pa më kupto, se e kisha, s'ka vënu shumë, ka vdek në mars të 92-shit, edhe një muaj më ka vdek mami. As nuk ande, as nuk pinte, veç rënkonte. Pra, po më tregon që momenti që ky djalë po të gacmonte dhe kërkonte që të kërkonte dorën, kanë qenë momente të vështira për ty sepse ti kishe nënën e cila vuante nga. Ishin shumë momente të vështira që sa babi tha ti tregoj mami, jo i thash. Tash mos i tregoj. Mos i thuaj i thash asgjë, se mami unë e disha të sigurt që do të thotë po. Shumë njerëz kur vishin dajat atore sepse ishte smur, të më gjeni një vend Florës, i thoshte një vend të mirë, sikur kam gocën të më gjeni një vend. Po thote po pa vdekun, unë e disha që mami nuk thotë jo. Tadi, ashtu më shkoj jeta, më thonë deri në moshën 39 vjeçës. Por le të themi që ai ishte të dashur nuk ka. Le të themi që ai ishte djali i parë dhe i fundit derisa njohë burrin tënd, që fillove të ndjeje pak. I pari dhe i fundit bëj dem zot, se jam edhe unë jam muslimane. Flora, por pasi nëna u largua nga kjo jetë, që kanë kaluar shumë vite tashmë dhe ajo është e parajsës, jam e sigurt dhe ndjet krenare për ty dhe për të gjithë fëmijët, motrat e vëllezërit e tjerë. Por pasi le të themi kaloi një kohë pas vdekjes së nënës, nuk mundet dot të kthehesh në realitet, të vazhdoje jetën si shoqet e tua, të gjeje një partner.
Në thanë të drejtën, unë fola me babin, i thash babit që të martohet, se të gjithë kalamajt në klasë 7 e poshtë, babi tha nuk martohet. I thash, mirë, i thash, pra, edhe unë nuk martohem, i thash, në qofse nuk vjen njeri për mu, babë më tha, unë së në gjaj një gru, se unë nuk e di, sa, të gjaj një gru, tani, baba ka qenë 29 vjeç në atë kohë. O, i ri pas ka qenë, po nëna sa ka qenë? 20 ka pas hy për 21 kur ka vdek. Edhe ka pas një motër 2 vjeqe. Edhe si ka pas bë 2 vjetë akoma, më falë për shpejën i jep të pinte. O, sa keq, e kuptoj, ka lënë të vegjël, motra dhe vlezit e tu. Po, kur më ndodhi dhe aksidenti i vllajt, në 98-ën, mos gaboj 98-ën, mërzo vllaj me kamion në një fshat i sonë Vika në nga Burreli, në një malsi. Edhe ati nuk e dishim sa shpëton aju i prejnë kamën. Pas 3 vitesh mërzo vllaj tjetër. Bani aksident me makinë. Edhe më kanë ardhur punët kështu, am kupto. Kisha dhe i motër mas vetës unë, edhe ajo s'ni gjonte. Vika kesh. Unë është martu motra më e vogël, në të gjithë fëmijët o martu motra më e vogël e para. Le të themi ti ishe motra më e madhe dhe i përcolle, i martove motra dhe vëllezërit më të vegjël. Por dua të pyes. Më pëlqen realisht vendimi që ti more kur ke qenë e re, mënyra se si ke folur me babain tënd, mënyra se si ti po e rrëfen e dashur Flora sot, duket që ke pasur një afrim. Nuk po ta rrej as një llaf e kam babin gjallë. As një llaf nuk po ta rrej. Jo, të besoj, dhe po të them që mënyra se si ti po e tregon, komunikimi që ke pasur me babain tënd, ke qenë shumë e lidhur me babain tënd. Shumë e lidhur kam qenë. E dashur Flora, mënyra se si ti po e tregon sot historinë e familjes tënde, duke qartë që ti ke patur një komunikim dhe një afërmitet shumë të afërt me babain tënd. Sa ti, pas vdekjes së nënës, i ke kërkuar që ai të martohet dhe të vazhdoj jetën. Po, i thash, edhe në ato momente që unë i kam thënë babit martohem, kam pas këtë vllaj, domethënë ishte pa urrëzo vllaj. Domethënë punote, vite merte në Maqedoni, në Bullgari, me kamion merte tjegulla, merte pleje kimik, merte superfosfat që kemi pas thënë në atë kohë. E qartë. I u merte me tregti, po e një gjoja kishte një gjuhë vllai mas. Nuk e di kush i kishte thënë që Flora i ka thënë Ramazanit martohet, i ka thënë babit martohet. Më thënë drejt më morina. Ishte më i madhe, ai më i madh se unë. Por pse? Unë i thash, pse ke thënë babës martohet? Por i thash, mirë, martohu ti, nuk je e vogël. 28, ka qenë 28 vjeç, mos gabohem në atë kohë që ka bërë aksident. I thash, martohu ti, i thash. Ne jemi goca, sot jemi nesër semi. Ai ka nevojë për njëri dhe ka qenë i ri, momenti që humbi. 49 vjeç ka qenë, 84 është tani 49, apo ja lëm edhe 50. Po 49 vjeç ka qenë. Babai refuzoi të martohej dhe nuk u martua kurrë. Jo, nuk u martua kurrë. Asnjëherë. Si vazhdoi jeta juaj? Shumë mirë vazhdoi Odeta, domethënë shumë mirë. Tani aksidenti i vllajt më bëni aksident, punë të Zotit, tam kuptuar, e kam invalid akoma. Bien. Kam invalid. Faleminderit. Dhe prap një vllaj që kam në Angli edhe ai mbani aksident, pasi u kamën këtu deri këtu ke laku i gjunit, pa 2 herë edhe një herë poshtë, 2 herë si u kamën, domethënë në aksident. Edhe ai neti vllai mas ka një 20 ditë, një ditë në koma te spitali ushtarak, edhe ky ka një 12 ditë në koma. Për vllajën e mas nuk e dishim sa shpëton. A ky që më ndryshe, po edhe ky 12 ditë ka në koma. Por fal Zotit, e ka kaluar rrezikun për jetën edhe. E ka kaluar, të dy janë mirë, ky i madhi është në Francë, i ka 7 vjet bani që është në Francë, pa ik në azil. Unë se si ka ik, se si ecë, se me pa tho ky njeri, si mund të ecë, si mund të shkojë jashtë etit, tam kuptoj. Zoti ja bëft mbar. Zoti ja bëft mbar. Por besoj që babai për herë ka kërkuar që të martoheshe. Por ti ishe pa vendosur. Ishin kërkesa, i thoshin babës ku e takoshin për dasma, domethënë si shkoshin për dasma me babën
më shefshin, do ma thonë, po të baba nuk një gjonë, unë do t'i thamë, për shemë do ja thonë fjallë në ditës, ti me istë se për shemë me thonë Ramazan, pëlqej edhe graka pas do ma thonë të afërmit të babës, kushërira e këtu, një ma për filanin, unë do t'i thamë Florës, po për zotin ka vendus, nuk një gjo mu martu. Edhe më thotë e babë më ka thonë, shemë filanja për filanin, i thosha jo, babë, jo, kam ku. Por kjo në vita, në moshën 39 vjeçe, dhe thosha me dalë aty. ndalemi këtu. Ma tregos çfarë ndodhi? Gjithë ato propozime që i refuzove ndër vite, një Maqedonas ta rrëmbeu zemrën, mendjen dhe ti u dashurove dhe i the po. Kam qëna të thashtë të daja, më mera i qonin telefon në mëngjes u qova. Sa më i kapa flokët, kështu sikur i kam tani do më thonë pa i krehur pa i që më tha, nësi e daja së tha, Lura sa i krehë flokët? I thash po, jo më i tha po ti s'ke shukrarën flokët. Si do bia ashtu ti tek burri i ardhshëm. Po tha, kujtu hika shumë, i tha sikur me kjo, si jetë shumë nga krevati, i tha dhe dalish në kafe. I thash, aj kyna të banja, kreha flokët, edhe ka pas edhe nusen, daja ty, nusen e djallë. Po. A tha të bëj qik makjash. Jo, i thash. Në jetë time, edhe tani, edhe kur jam martu, po ti tregoj jam tha, ty as një nuk kam bë makjash, nuk kam bë nuk shu krem ras as një gjam. Edhe, hajtë të shoj pa plak ke flokët sa, se mos të rrinë kështu të ngritura. Hajtë ato thash mirë, shoma. Ej, ashtu kam dalë. Po e nisje me përtes, le të themi, këtë vajtje për të pirë një kafe? Ta daja ke për dalë, tha, se baba në maqujnë Ramazan, tha, nuk ka për të rojnë 100 vjetë. Hysniu është martu, tha. Vllajt është martu, dë martuet edhe tjerët, e ti dë bësh punë të nusave, tha. Të jesi shërbëtor, kemi përdalë, tha me e pa nesër, pa tjetër. Aj, thash, mere fatusin i thash e babën, përdoj ti, unë po qashë. Hangrëm dark, ishte të linjën daj, hangrëm dark, edhe po qashë. Aj, në fatezja ullu e frinë nësi e dajës, ta mos u mërzit, ishala është në i gjahajri, ta. Unë atë natë nuk fleta gjithë natër. Pse? Kisha një stres, si do dalë, po pse dalë, prape kisha në 2 menjë, të dalë mos dalë. Po ashtu sigur u qova më gjesë të besha, e kam fotografinë aty, akoma një fotografi që kom bërë natë, atë dite që kom dalë me burrin. Po. Kisha një gjaket zis, kam pas, ka qenë dimën, jo dimën, prill ka qenë, po ftoft ishte. Po, pranverë. Hyrje prillit, ishte një golf të hollë, një gjaket zis dhe me jeans. Dhe dollëm me dajë nësi e dajti, ku hymë aty në lokal i gjeta unë i pash ky shkrejsi, ky shqiptari, ishte me gjithë gocë, ishte edhe një prifushkruje, ke kishin shku për herë parë me pa një gocë që i kishin thanë, edhe kishin arë me makinë të ati Krutanit, kënej. E qartë. Sa e matë Krutanin u merte, shumë. Edhe hymë lokal, pytëm edhe, kuj foli Shqipi, thashon, se më tha kuj qoni, kuj djali, tha, është shqiptari Macedonis, njani tha fol Shqip, pyte për që dhe të kesh edhe goca, tha që goca vetë, tha shqiptare, tha fol me ta, fole me pash. Si të tha mund tys, më bët asë me tha në askuas, merdi një gocë nipit babit, e ka emri Nilsa, erta ty dhe ju taku, pash shumë këshon, egoiste, shumë e shkafët ashtë. Me a cili është djali, tha, që ka është për Florën, ja drejtur me gishte, tha, moj budala që tha, apo e mërti, tha, apo ta lojë unë astritin, tha, ta mërë. Tha, ma, jo edhe një, të të qeshë. Kështu të tha. Shumë e bukur kjo. Por do të tilë. Edhe aty nejtëm dhe vëllaj,
Ti kështë që prish makina në rrugë, dhe vaj, u taku më nitëm, dhe po në gjitha të njerëz, dhe më thonë atë shumë që më doshin e dajet e tezet e gjithë njerëzit, të gjithë doshin marrë në fshat. Fshat im është Derjan. Po. Dhe një ajo makina që kishin ato, s'na merte. Makina e vllajt tim ishte kamioqin, dhe ajo s'merte njëri, ne ishim ofër një fugon. Patrum një fugon aty të katonit, e mori vllajin telefonit, të hajde kështu. Edhe ikëm me fugon në Derjan te shtëpia. Kur vajtëm aty, babi me dele, kishte qanë. Ne nuk e dite nëse do shkojmë, ai e dite si vetëm do ta shoh, edhe Do pinit një kafe. po. Ikëm atje, erdhi babi, iku motra e dele, a një motra edhe atë e kam pa martu, edhe ajo 30 vjeç. Ajo është e fijume, por kam një vllaç pa martu, është 41 vjeç, do më thonë të martohet patosi, edhe unë nuk e di si e kalon ai çuni pa amor. Shumë njeri i mirë, se unë ajo bani 3 vjeç sa është fiju, E hala nuk ka, akoma nuk ka shku te shtëpia e burrit Odeta. Prej të martohet vllai që mos të lërë babain vetëm. Po. E kuptova. Edhe ajo motra që është tani te shtëpia iku te delet. Edhe erdhi babi. Ajde, u taku ma shumë edhe më thirr sipër, e kam shtëpinë 2 kat, më thirr sipër në kat 2, thot Florale pak. Si do t'ja bësh bab? I thash, po prit o babi, thash, prit një herë, i thash, ku e njofim në këta, thash, as gjo nuk tim, as një gjë, i thash, pa pyet, pash, po mirë, tha, hajde shkojmë të pyesim, si do pyesim ne atje, tha, prap se s'prap do na vej njerëzit, tha, edhe sikur me qenë, tha, djali që nga e mirë, tha, pse s'po e merr? Po thash, ku di unë as ka qenë i martuar, për burrat martuar, i thash, u li morë tonë Shqipëri, thash, nuk shkojnë Maqedoni me morë një burr të martuar. Po tha, ja, i thot, është i pa martuar. Po ku kam besim i thash? Ata. Të bëj një pyetje, Flora? Po. Kur e pe për herë të parë, të pëlqeu, më thuaj të vërtetën. Shu si fizionomi më pëlqeu, me thanë të drejtë. Pra, brënda vetes ishe edhe po, por kishe edhe frikën, besoj, për t'ja thënë atë po. Kisha shumë frikën. Do më thonë, Odeta, deri në moshën 39 vjeçare, 40 vjeçe po ta lam, deri në moshën 40 vjeçe, edhe mos gabosh në moshën 40 vjeçare, ato për mu ishte një turp, ishte një gaf që asja pranoja do të vetes. Am kupto. Të kuptoj qartë. Se unë këtë njëri ku e njifsha. Ai thoshte ka 2 shtëpia. Ka nan ka bat, me pleqëri, vëllezrit i ka të ndalë shtëpia, vetëm motrat janë të martuara, dhe është vetëm me 2 pleq. 2 shtëpia. I tha në babit, po ky shqiptari i Shqipërisë, i tha babës, sa baba tha, nuk ka shumë, tha do t'jap fjalën, tha pa pyet gocën fare, tha, edhe do pim kafe. Në vend, kështu ka thënë. Babi kam thënë, nuk jetu martu ti, nuk jetu shkoti atje, dhe shkëjon, mos i kërcet 2 shkallë për një herë, kam thënë. Duhet me ec shkallë në shkallë. I ka thënë edhe ky shqiptari, më thamë drejtën i tha. Ramazan tha, mirë ca goca, mos kërcet 2 shkallë për një herë. E qartë. Dhe i tha motrës, na bë kafe në sheqershme. Motrës që ishte mas mije, e ka emrin Manshaq. Po prito babi, tha, dhe i qështu kështu me duri, tha, po prito bab njerë, tha, prit, tha, të sqarojemi mirë. Tha, s'ka sqarim, tha, ka më rëfon, qëse është goca ime, tha, unë ja kom dhënë fjalë. Moj Odeta, nuk e di qa me tha. Ajtë, tha, daja, u gret, nusë ati nipit babës, se kjo Elsa që thash, ty e të më përqafu mua, përqafu babin, e këto e ajtë na qësë përhajnë. U përhajnë lia, në të më thanë në moment, për një orë. E qartë, e kuptoj. Unë mora në burrel, jonë, nusë nipit babit, kishte blie lokuma. Unë nuk e pash, se qa ka blie ajo. Edhe kalojt e dhoma tjetër, ajde tha Flora mere këtë tabakan, thënë a jep lokuma. A mori Odeta, si mor, ti mor, mos ti mor, nuk e di, babi thashon. Feje lapin i thashon një herë, prap, i thash.
Pse I tha po? Se u pat në ta përkthej ky Shqiptari. mos di qyshin atë. Po. Shqiptarin. I thash, edhe të shkoj me të shofin, vejnë një herë, ku dë shkoj unë, ku di unë, ku shkoja ka shtëpia, s'ka shtëpi. Kur e pash ky në para që ishte I mirë, Odeta e kam thënë edhe e tham edhe me gjithë të njerëzit to, se unë se kam shku mirë, me thamë drejtën si kam marrë tonë. Dhe më vjen mirë. Edhe kur kishte vesh një palto, si besh, po ishte si në të verë, po nisë edhe pantallonat, po edhe këpucët. A ishte kombinuar, a I do vinte të gjente nusën e arshme. Odeta I thash, mos kishe qani barë më thyrë të thosha je kapet. Ja, të roba I thash, këna vetëm nga bil t'i veshin komplet, I thash të verdha ti, filloj të uqesh. Të më thanë mrapë. Edhe shkum dërja nuk dha fjala hikën, shkum në Burreli, nuk ja këteva batës. I ka prap me këton, del në Burrel, bëm foto, dhe më thanë, ishin foto të qasit atëre të bashin, se të të morë foto, dhe më thanë, dhe që njerëzve të mi ati. Morim vllai në Anglia, I zdite asë një gjanë but. Merë baba të nesme më kthehem larë, me nusën e dajes dhe me nusën e nipit babit. Kthehem për fshat. Po. Edhe morim vllai në telefon, Odeta tani ngjoshe, nuk e di, llafet nga më të ndryshme babës. Nuk ishte dakord. Po t'ja, jo nësë një mënyrë thotë jo. Por sot si ka marrëdhëniet vllai juaj me bashkëshortin? I ka shumë mirë. Sot e do. Shumë mirë, jo. Unë, më thonë se do vinë Shqipëri, se vllai im rri në Angli është për 24 vitesh atje. Po. Në Angli. Edhe unë kur shkoj në Shqipëri, unë nuk thamë në herë jam tuar, e më thonë po Veselinin, për burrin. I thamë po jo, ka punë e kështu se lam shpinë do të vetëm, se unë ne merrem me kështu me bujqësi. Miellim duhan, se tani pa punë Odeta, nuk ka kërkon në motër. Bën gjën më të mirë që punon dhe aktivizohesh aty te shtëpia jote dhe merresh me bujqësi sepse e the shumë bukur, pa punë përfundon në rrugë. Pa punë nuk, në asnjë vend nuk ka pa punë. Edhe tani dimni këtu s'ka punë. Për shembull nuk ka punë, sikur unë si nga tun atje në fshat tim edhe këtu fshat është. E qartë. Por sa kohë qëndrove e fejuar, do me thënë dhe më pas shkove u martove? Në prill jam feju, në 7 maj e kam marrë. As një muaj, kaq ka qenë. Pas një muaj ti u bëre nusja e ti dhe mbrite në Maqedoninë e Veriut. E dashur Flora, si të pritën njerëzit e burrit, si u ndjeve ti? Jo të kallëzoj këta përpara se kam ardhur, do më thonë, kur dha fjalën babi, erdhi vllai nga Anglia, ato desha me thënë. Po? Përpara. Erdhi vllai nga Anglia, I tha baba filloi tu qaj. I tha, po fëmia ime, tha. E me tha nuj, tha, nuj e myta unë, tha. Nuk të kërkosh ty, tha vllai kërkes llogarie, tha, për bijën time, edhe për fëmijët e mi, tha, s'mund të kërkosh tha kërkes llogarie, vetëm Zoti tha që është sipër. Pason për ju kam ne të pa u martu. Edhe u bind vllai, erdhi me lek, dhe me që të mbaje dasëm. A unë dasëm nuk një gjojta unë me ba. Në atë mosh, thash, bëjmë nëse 20 vjeqë. Thash jo. Qapat dhe më thanë, lek mi dha me vete. Më roba, gjana, këshum, paja, le të themi paja e nusës. Po herën e parë, tha, dhe shkoj me të shofim, tha, që ka tha, naj 2 shtëpia. Ti shofim shtëpiat ku jeton, edhe ne morëm atë shqiptarin, dhe më thanë që kishte ardhur në kërku, e morëm me taksi. Edhe vllai pagoi 200 euro. Dhe më thanë Shqipëri, dhe në vend ku erdhëm toke jamon në këtë fshatin, pagoi 200 euro. Erdhëm këtu moj Odeta, qa me pa, 2 pleq. Plaku 90, plaka 87, ajo ishte rëzo dhe kishte thy kërdhoklën. Po kërdhoklën më seste dut ajo. Edhe e vjetër. Qa me pa këtu ke shtëpia? Unë jo se jam të thënë ty, për në fshat që ishim,
edhe me gomer më shimuj, e me mushka kuaj si i thënë ju anë nga ana juj. Po bate dritë o borri, bate nga unë, o borri në lasha me uj, me fshes. Ku erdha këtu në qa me pa, kur hy këtu në dy anë dirës, tani ke kjo shtëpi e vjetër që janë tu, hekuj, gosht, të ndeqe, qa nuk shefshi. U fotë mrena, pritjen, do më thanë, pritjen mrena në dhumë, do më thanë dhuma, se ma tu ishte burki, nuk ishte tu pastru, motrat ishin martu me, ishin larë. Këtë do thosha, nëna në mosh, kështë zën krevatin, vetëm burjuaj mundosh të pastronte, prandaj mungonte dora e një femre në shtëpi. Po, erdhën hymë mrena, unë këtu në i thonë qartak, do këtu ula se të heqë këpocët, isha vesh për takën, për herë parë. Ose ti lutë. Edhe, jo më tharë nësi që jo thash, jam të heki, thash se ka janë pikanët. Kishin vu ato tavolina, dhe më thanë, pritja, ato ishin plot, e dishin se jemi musliman, kishin prej qindja, kishin ba pritjen, shumë të mirë, me thanë drejtën. E ne më tha mu e kisha për këtë vënë e vogël, po vënë e math e kisha për më i math. Të dy math vogël se unë, po më i math se ky. E qartë, e kuptoj. Edhe, po më thëte mu mos ha. Ka morfoni, thëte, nuk të lajtë to. E mojo deta, nuk e di, më vite për i babës, qa do bëjme, qa do si do japë. Ta vaj vogël, ma pote me shumë e bryll, ha, se që kam ishtë qinji. Të smeshim beshtë, po vetë ma shqiptari, ishte pjek. A beso se unë në futa dhe unë pjatë. Vëlla im më shifte mojo deta, thoshe se jo vëlla, po ashtu më pa, nuk e di si më shifte shumë egrë. Më falë për shprehen, merdi ujtë për me dalë në banjë këtu, këto shtëpi vjetër, pyeta ka banjë këtu. Unë Shqipëni, shtëpia vjetra kemi, po banjën ne kemi pas mrena. Edhe jashtë. Jo, thot, kemi, thot, po është një banjë poshtë, në dëra. Mirë se dëla, më thote muaj, pëse së më tha mu me dalë, bashkë, pëse dële vetëm ti të banjë. O, zot me dita, dëllim thiri për jashta. Më tha këtu nuk e për nej. Unë si bëzana, fare, nuk fola. Ishte një tip, si thomi nga jeti o dita, nga... Skrapari. Nga skrapari, ishte një gjithë nga shpia, kështu me dërrasën nga ana joni, thomi koshere. Shumë me dërrasën. Edhe më thiri aty dola. Edhe më tha shkuj bëzaj dhe ati shkësit, i bëzana dhe ati erë. Tha unë mutërën time nuk e lakto. Unë ma mire e vrasë, tha, e qaj një ditë, tha, sa kur ta kem qatë e barë gjithë jetën. Ka morfuna ju punë, tha. Kjo asë nuk ka hecë, asë nuk ka lujtë me ta. Asë ka po mua, bet asë nuk e njef, asë nuk e di. Si thash, ojsni, dule dhe vllai vogël erth. Kur thira unë ato, ja bëna pa me shenjë kështu me sy dhat jene erth edhe i vogël. Pa qa thë ojsni, tha, si t'ja kthem vllai? Po tha tja, nuk shef, tha, si janë veni këton sa. Ojsni, i thashon, po veni lahet e pastrohet e dur të bëjnë venin, i thash, jo, tha, edhe pikë. Qaj, gjithë rrugës, e kom shku në shtëpi, e kom gjithë babin në divan këshum, tu na prit. Këshum e kom gjithë. I kam voni, kam në 12 arritëm në shtëpi. Në shtëpi, në fshat. Ma babës sa i foli. Kishte, kjo shtëpia më fali. Kur erdhëm nga Shqipëria, na çon ke një shtëpi, domethënë ishte e bëme karabinaje shtëpia, 2 kat. Domethënë ishte shtëpi e bëme, domethënë kishte afër 10 vjet që ishte e bëme, por nuk ishte rregullume, në atë kohë që erdha unë. Edhe kjo tha në shtëpi e Veselinit, po ka dhe shtëpi tjetër, edhe më duket kjo shtëpi e vjetër, që thash ty, shtëpi e vjetër është me qerpiçe, me kështu me balë. E qartë. I tha babës, nga ajo shtëpi e re nuk e dim sa është atia. Ajo shtëpi ishte shtëpi e vjetër, ajo ka partizan mrena, tha. I tha babës. Or djali, tha babë. Ti e di se si është flora për pastërti. Për pastërti kjo e pastru. Po t'jetë njeriu i mirë, tha. Na unë jam half për njeriu, tha, se nuk e di se si është njeriu, tha. Sa për pastërti, shtëpia pastrohet, shtëpia bëhet. Po jo det, erdhë ora,
4:30. Këto debate, vllai babën, vetë se nuk i ka ra babës. Edhe Odeta deri në orën 4:30, kështu ka qenë ora majmësisht tani, thash bab, jam të shkot plej. Si për flesha, në ka 2, i thash jam të shkot plej deri në orën 6. Në orën 6, në qëfë se nuk plej, thashon më pirë. Mirë, ta. Shkova ula në orën 6, u qova me kry nevojat personale, e kisha banjën kisha edhe si për në ka 2, për nuk ishte regullume, e rasht poshtë në ka të pa. Ku me hy mrena moj Odeta, qa ere vinte, asë një nuk pite cigare në shpiti. Kishte musha tablën e duhanit, ma pan ishte basi tip këshon, si me vo mullar, që thumi ato mullar të bari, e nuk i kishte hitë. Vitera në koridor. Pri koridorit, vitera jashtë, vitera atë shumë që kishte pi. Cigare gjithë natën. Vllai. E nuk thamo, që shkuju, thamo me mëngjesi, ju dëvam baba këtë me mëngjesi, kishte lanë babën gjithë natën para gjumë, unë shkuva e pleta 1 orë e gjysë, kaq. Të bërtit më Odeta u qu vllai si kur ishte në divan tjetër, e në kap këto përfyti. Nuk ke për ta morë, tha si ti është motra ime. I thash, mos më prek, largohi, thash, mos më prek. Ti, edhe grua nuk ke drejt me ka përfiti, jo mu. Nërvesh ti thash, i ku më rri larkë, i thash. Edhe u largu shkjo ju ullë, edhe filloj t'u qa. Unë tha kam për të mirën tani. Ato e di unë. Po bërtiste Odeta. Po për fat të mirë nuk kemi shtëpi aty, e kam shtëpinë tek vetëm, nuk kam shtëpi tjera aty. Ai gjithnjë ka menduar se ti do vuash në atë shtëpi që je aktualisht, por që ndodhi e kundërta. Jo, po, edhe unë më tha, erdhë vllai vogël, edhe ai ishte të flesi për në ka 2, në thomë tjetër, po ai një gjoj edhe erdhë. Morë vllai, tha, qa bo kështu, tha. A shef komshit, tha, të gjithë e din që Flora fiju dhe e kanë morë vesh që ne i kemi dhanë llafin, edhe kjo punë, tha, ka morë fund, janë të ardhë komshit, tha, me pi kafe, more, tha. Ai, thirri minës, tha, se nuk i vogël tani, tha. Ke 2 kalamaj mërë, tha, i të bat 3. Po tha, tja e pa e si a veni, more, tha, e ke pa, tha, qarë veni, mërë, tha, le venin se si a, kjo vendos vetë. Nuk vendosim na për këtot. Ti tha, kur u fejove, na morem telefon, na tha është goca kështu, dhe më thënë, ka pas hec pak, dhe më thënë shqip goca, tanon të pak si thonë ju anej, dhe ne i tha, mos e merë. A e të na pyt ne, mos e merë se ti nuk je invalid, pavarësisht se kamën e klesy, po ti nuk je invalid, mor ishtë një nuse invalide. Nuk na pyt e mori. Ti tha, na pyte, edhe e mori. Vendos e vetë. Edhe Flora tha, vendos vetë, i tha ky vllai vogël. Tha se nuk është e vogël, është 40 vjeçe, tha. Apo ta mojnë të nosat na kullosi baktit e lopët. E kuptoj. Goca filonit i tha vllaim që baba as nuk zate. Goca filonit tha që është për një herë me Florën, tha, ka 2 kalamaj. Edhe filonit të gjitha janë martu moshatarët e Florës, ka na njësa këtu në lagje tonë, në lagje, me jo nga tonë, po në lagje, moshatarët e Florës, të gjitha janë martu. Mirë tha, nuk po thamë se mos të martohet, po jo atje, se ka pas kërkesa ta një qiti të më thonë kërkesat që kisha pas, anë kupto. E nga një anë e kishte mirë, po unë i thash më rapa, një gjë këto. Moris një i thash, kur ke shku në Greqi, ama men si ke kthe nga Greqia, ke fli jashtë, se Odeta flishin jashtë në atë kohë kur ishte Greqi në Greqi. U ktheshin me, pasha zotin me mora, u ktheshin në Shqipëri, jo veç vllai, e ku shkote. Ke të drejtë. I thash, a mamin, kur ke ardhë, i thash për i Greqie, kur ke hek më falë për shprehjen, kur ke hek të madh me ishin të madh me zeza në atë kohë. Thash e je la, sa murrat i ke pas në të madh. Po thak. Ajto dita, komshit nuk e adhen që tha vllai, po do të me ull gjakrat. Temperaturin e aty në po.
ta mire di vetë, po ne kishim lanë për mu thanë në telefon këtyne, që ditën kur të vinë të morin e kishte lanë vllai vogël, jo ai, me të mrena, dhe ne ishim jashtë. Po tani tha duhet më morë në telefon, tha që kur të vinë të morin, ta bani që dëni, tha nuk u gatërë dhe hiku dul. Hiku. Le të themi në heshtje vllai e pranoi më pas, se s'kishte çfarë të bënte. Po e pranoi, edhe vllai ma tha me 6 maj. Na 6 maj ne kemi si tip feste e baktis, është, po ne e bëjmë feste. E kuptoj. 6 maj. Po. I thami Shëngjergji. Festa e Shëngjergjit. Po, festa e Shëngjergjit, edhe i morin telefonat shkësin, i tha me 6 maj, tha të vish, dhe më thanë, vini në darë, kemi dhe festën, me 7, pikni. Në orën 9 e kisha me dalë nga shtëpia. Edhe fjalë mas fjalë ka kishin një gjuhë nuk e di edhe të gjithë komshit erdhën në mëngjes. Ato erdhën qysh në 7:30. Në çonë herë. U vesha, u bana gati, domethënë dolëm, morën rrobat ato, nuk kisha rrugë makinët e shtëpia, ka 2 vjet që më ka rrugë, që e kemi pa rrugën e makinës, se nuk kishim rrugë makinë, domethënë rroba jorgana o në ato, paje. Më dorë atje, jo të qame moj Odeta. Gjithë katoni. Ato kishin kujtu mu s'ka vdik në një, domethënë, ose baba, se tani, kur baba 84 vjeç, 72 vjeç, ishte tani nuk ishte në njëri, po edhe i vjetër jo. E qartë. Dhe i ka unë të uqa, kur në atë ko që kam hikun, kanë arë, dhe më thërën katoni, kanë shku ke shpia. Se qa u ban, qa o kjo brime madhe, se unë më të madhe ma, nuk e di se me thërë. Kam arë gjatë gjithë rrugës matë njëri, vetëm tuza. Me atë shkrysin dhe matë. A i kishte vo një muzika ishë shoferi në makinë, ishë natë me një të toshëm një matë, që ertëm kërkoj, po me prit tonë, pri Macedonie nuk e një kësha, dhe gjithë rrugës i kam thënë, një gjë këto. Me ba me ndalë, një gjama e vukla. Fjalët që nuk më ke thanë, i thash, unë do të vrasë. I kam thanë, shprehimisht. Hajtë. Po dobro Udita, nuk si ga shoje. Što sakaš? Po mnogo, ne Odeta našata, drugo Odeta. Ne našata? Ne, pa edhe dojdi vidi da li je ta. Ajde dojdi vidi, nema problem, ne je ta. Edhe ne je našata Odeta, drugo Odeta. Përshëndetje! Ne do te gleda usta. Zdravo ti Vika. Dhe t'jeni të lumtur, ta uroj me zemër që t'jeni të dy të lumtur. Shumë mire kam kalu ka 12 vjetë Odeta Dume, nuk e di si e kem bjemrin e vajzërisë, aty është shkru Odeta Dume Mandro. Po, Mandro është i burrit, Dume është vajzërisë, bjemri im. Nuk më ka thënë një fjalë të keqe. Nuk e maj me. Unë mi thash tani nisemi për Shqipëri, po bëra një vit që nuk kam marrë, 28 orë bë një vit. Tu morë me punë, kam rregullu shtëpinë e re ato edhe tu morë me punë e kështu edhe nuk kam marrë Shqipëri një vit e bana. Erdha këtu, domethënë atë dite, pritja po më pozesh si po mina shqiptarët për smari, hajt. Mirë, hikën njerëzit, me ngellën vetëm na dy pleqë. Si me thanë, këto Odeta, këto rrallë, do më thanë, të më përkatone nuk kisha pa, kësho, nuk dhuma gjumi kësho, aty kishin shtruar të motrat e veta, kishin rap një divan aty, qërqaf dhe kësho, mirë, am kupto. Unë isha ulla aty, të ke i dhome vë ulla aty, ke për ribur, ishta një këtu, ke jam unë ishte vjerha, me një krevat këtu. Dhe shkova pash atë krevatin atje, thash, ku dhe fleun tonë, i thash, unë si jam mëso me flek, shu ishte një krevat tek, ishte i ngusht. Hajtë u ullëm nese, hajtë.
As e para, as e dyta, as mas një muju. Së më bëzante. Nuk më thote as një gjë. To ishte një kohë, Odeta, do më thonë mas një javë, në 7 maj u martova, ky majmensisht tani me 14 maj shkushin për këpordha, a një lloj këpordhe këto, 25 euro, po i shko dhe 30 euro kilja e thatë. E kam dëgjuar, po. Edhe 5 euro ishte kështu e njom. Edhe ky hik, ishte qonë në gjestë në orën 3. Kishte bë kafen e pleqe, dhe kishte lanë në tavolina, edhe kishte hik. Au, qohe më ngora 6. Tash ka shku ky në borje këtu ju hiq. Au, tash. Erë ora 7, 8, 9, 10, nuk erë. Unë të nuk kishte lavatrice, e kishte lavatricen, por nuk kishte ku me vose shtëpi e vjetër me balqes, duke kjo dhoma që kishte qesmën me përbu këtu, ishte plaka. Edhe ishte aty në koridor lavatrica se kishte vonë punë, unë vona një kazan aty për jashti, lasha me dorë. A e të kapak, ma thash, nga di ti pastrujse, thash, dhe si e gjitha gjendje. Edhe erdha i thash plaku. Tato, e në gjësha këto ti i thonë, tato, ma me mbapi, i thonë. Tato i thash, veselin, i thash o kësho me du, veselin. E në më kapi këtu për kraj, më zëri aty në qërda, tha Albania veselin. Thash këto ajo në minacion, se shkitu bon Shqipëria i tani prapë është Albania. Erë 3, ora 4, Odeta, se s'disha me komuniku, as një fjarë. Po. Unë në shkollë kam parë rusisht edhe kam qenë e para në shkollë në rusisht. Në 8 vjeçare kemi pas rusisht e na. Po. E me shkrujt, e me lezu disha, tani kisha harru. Me përkthese, t'ja thosh të njëtat shkrunja kishin, po përkthimin pak më ndrysh. O zoti ma, ertë ora 4, moj Odeta, lava robat, i nëzura aty vona një tel aty për jashti, prit s'ka, së të vash. Që aty për jashti me një gurë, ula, në thonë ma ishte grë. Ora 4:30 në rrugë, aty e shofon me magarë. 2 këshon arka sanaksi, iso mina atje, edhe të mbulume me gjithë. E në më hapë krahat mu këshon, thot ku je, ja bëj qështone. E në më bëj këshon. Që ishte në punë. Isha në punë edhe kam qenë të prolek, më tha mu. Ajde, mirë, i morim atë kurdhat, vazhdoj t'i prek shumë, i prek thata, vazhdova unë t'i nek shumë për tezga. Ishin tezga shumë e rjeta, i nena më tha plaku, a ke punu, dhe me e kuptosh apo ka shumë, a ke punu në Shqipëri, tha, a ke ne porda, thash, nuk i di se qa janë njëherë. I thash, no, edhe kështu Odeta u martova dhe kam kalu edhe bëna 12 vjetë, tani kam një për 13, tani ka për një vit kam vazhdu e kam regullo shpinë, të më thane kam lartë saja, kam poshtë. E qartë, ajo vetëm se nuk kam... Shpia ku je aty, shpia e vjetër, ke ndërtuar shpinë e re në këto 12 vite martes. Po, e kam regullo për smarit të më thani, kam bërë të gjitha gjonat, i kam bërë me kohës shtani. Dhe më vjen mirë. Qa kam bërë? Edhe jam shumë mirë, e kaloj shumë mirë, punoj për të punu, do më thani, keq. Kam hek, se pa punë tani nuk ka në asnjë vend, disa këtu për shembull të janë me shkollë dhe janë pa punë. E qartë. Unë e kam të mesmen, po tu kanë të vetit e se ti më punë, Më vjen mirë që je lumtur me partnerin tënd, ke bërë një jetë të shëndetshme dhe të lumtur dhe me dashuri me partnerin tënd, por fëmijë nuk e nisjell në jetë? Jo, nuk kam fëmijë, thash, nuk kam fëmijë, jam vizituar, nuk kam lanë në shkollë, kam qenë edhe në Kosovë, kam qenë. Në Shqipëri nuk kam marrë, me thanë drejtën, ka thënë motra shumë e marrë, po unë kam edhe atë motrën që është mas mije, ndaj është pa fëmijë. Dhe do doktor që ka qenë ajo më të mirit, sa Flora nuk më kanë bo asnjë ashtu. Por, edhe tani shëndeti dhe... Faleminderit ja bona të prapë se unë kam pas tjep shumë, po tani ka me një pash të boni, thash tani të di, nuk e di që të thamë, me thamë drejtën, nuk kam vendos asnjë gjë. Me shkenca përparon, metodat e fundit, pa dyshim që kanë bërë shumë zonja nëna. Kështu që... Faleminderit, Odeta.
Lexojnë internet, kam pa për shembull 58 vjeçë sot lexova. Unë gjithë natën, domethënë ditën se nuk kam kohë për shembull me pa në emision ty, në YouTube unë e ha. Domethënë të gjitha videot. Emisionet që bëti, unë i shoh, unë i kam pa, unë i lexoj, jam shumë e rregullt me ty. E dashur Flora, Zoti të dhënë jetë, shëndet dhe gjithë gjërat që ti kërkon zemra ti kesh afër vetes tënde. Sot ti bëri një rrethim të sinqert dhe Zoti ta bëft të mbar. Të uroj më të mirat e kësaj bote. Shumë edhe ty gjithashtu, ta bëft të ti marrë me gjithë një çonke. Edhe një vajzë. Mashallah, jo të kam ju vazhdimisht kam edhe unë një djalë 16 vjeç dhe pranoj Mirë, e dashur Flora. Edhe kalofsh mirë. Të falenderoj. Të falenderoj pafund që të kisha. Të përqafoj. Miru pafshin dhe kalofsh mirë. Mirë të dashur miq, që kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë falenderoj të gjithëve ju që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një rast për të denoncuar, një eksperiencë për të ndarë këtu në live modetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698. Por mund të më shkruani dhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram, në TikTok, në Facebook, me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim, ku tashmë e kam thyer tradit çdo paradite, ora 10 këtu në YouTube live jam me këtë histori njerëzore. Faleminderit.